Si duket kjo opozita, ma përshkruani, jam kurios, dalim ta votojmë. Dhe nëse protestoni, do dalë unë i pari. Çfarë do të bëjë opozita, duhet të tërhiqen? Ja, përshkruaj kjo mesazh. Duhet ta përshkruaj. Do të kuptojmë çfarë ndodh me të kafshë në terrenin. Se nuk mund bëjmë pse s'po bën opozita çfarë pse s'po bën opozita. Si duket kjo që i përballon këto gjëra? Pra ajo është alternativa, pra opozita shihet si alternativa, nëse opozita do që të vinë në pushtet, duhet që sigurisht të jetë alternativë. Patjetër që duhet të jetë alternativë. Po pse kjo alternativë? Se do jesh forca më e madhe, nuk i kërkohet partive të tjera. Pse që ka alternative keqe, kjo opozitë që kemi mes Berishës, Lapajt, Shehajt, Qorrit, pse që kanë këta kaq të këqij dhe pas ka një opozitë tjetër, një rrugë të tretë që ne nuk e njeh kemi. Po si do i bëhet? Këta janë pra. Si do i bëhet? Ajo që po bëjnë më. Sa më përket mua kjo qeveri po shkon e gjitha në burg, e gjitha, dhe mua nuk më intereson, jo po e them me nerva sepse e di qa është ajo që mua ti sa po the diçka, jo unë e di ku e keni halli, jo Flavio, unë nuk kam asnjë lloj halli. Jo, unë kam shumë halli. Kjo është insinuata. Nuk kam asnjë lloj halli se do më rrëzohet qeveria. Unë ku ta gjej që të rrëzohet qeveria. Por unë nuk jam njëri që po bëj një muhabet kafe këtu. Ne jemi profesionistë këtu edhe e dim që ka edhe regjime që kanë hedhur një regjim të keq dhe kanë mbajtur një regjim edhe më të keq. Tani. Kjo është frika jote. Patjetër që është frika ime. Pse nuk është frika ime? Cilat janë treguesit që të bëjnë ty të mendosh që do kalojmë nga Rama dhe politikat e tij dhe ekonomia e tij e centralizuar dhe e kriminalizuar dhe narko. Ai mali në mes të Tiranës më bën mua. Ato marrëveshjet që bën opozita me qeverinë që kur është puna te kodi zgjedhor direkt i bashkojnë votat. Kur është puna te rroga direkt e gjejnë gjuhën dhe nuk e gjejnë gjuhën për interesin qytetar. E di se puna nuk e gjejnë punën kur është për interesin qytetar këta nuk e gjejnë gjuhën. Por kur është për interesin e tyre direkt. Ore se bën sikur i dëgjon argumentet, e provuan pa ulur në tryez me kundërshtarin dhe për lesh. Jo, ajo ishte një betejë me shumatore zero, nuk e provuat fare po utroshën. Nuk e provuan. Në 2019 nuk e provuan. Në 2019 me Bashën ishin atëherë më Flavio tani mos bëni sikur nuk keni qenë ndonjëherë me Bashën. Unë në 2019 kritikoja Bashën kur la protestat sepse atë u rënua Partia Demokratike. Dhe tani ju bëni tani sikur jeni ju që e keni kritikuar Bashën, ne e kemi kritikuar Bashën. Dhe pastaj ju hodhët në trenin e Bashës, tani bëni sikur nuk e keni mbështetur kurrë. Po argumenti ishte tjetër. Argumenti ishte ky. E lanë tryezën bosh dhe iku e gjithë Shqipëria për lesh. Si? Po djepi më mirë, djepi bosh. Se sa me djallin e reformës. Jo, u larguat nga betejë jo më madhe ndaj. Unë mendoj që Partia Demokratike. Apo thoni tani reforma. Partia Demokratike humbi në 2019 kur braktisi protestat mbase kishte djeg mandatet. E mori atë vendim dhe ishte shumë radikal. E mori atë vendim, do ta mbaroj. E mori atë vendim dhe ishte radikal, por ishte një vendim me shumatore zero. Ose do i shkojë deri në fund dhe do fitoje gjithçka, ose nuk i shkojë deri në fund dhe do humbje gjithçka. Dhe kjo është çka ka ndodhur. Ka humbur gjithçka dhe nuk ka asnjë lloj gjëje që mund t'i bëni ju. Nëse nuk është, të tërë liderat politik të PD-s do japin dorëheqjen sepse kanë përgjegjësi politike dhe morale për të humbjet. Dhe për faktin që nuk kanë tërhequr dot as në protesta dhe as në kutitë e votimit. Njerëzit që blehen nga Edi Rama. Një pyetje duhet të shpërndajojë të vlerë nga Edi Rama. Shoh që keni replikë. Sepse këta shit kanë votën, po ky vend është i pabanueshëm. Po atëherë këta njerëz janë gati të binden që të mos e shesin votën. Me kë e ke Rezarta, se s'po e kuptoj. Me Partinë Demokratike. Tani ti ke me kupolën, vetëm Partinë Demokratike. Vetëm sa ta kuptoj pak. Vetëm mos do flas domethënë. Praktikisht ky është halli im se ti e kuptoj hallin drejtues. Ky është halli im. Dhe unë mendoj që pa bërë kjo nuk ndryshon asgjë. Patjetër. Po lere po këtoni në eroj. Sikur të janë bërë 5 bajros këtu. Ore, pyetja ime është kjo. Keni shumë drejt. Tani shiko. Ja ta përfundoj se pastaj do ankohet. Flet më shumë se gjithë ato nuk flas fare. Po një ke faj ti një pyetje dhe s'për. Ka bëj një pyetje u përgjigje. E di, po ne përgjigje, nëse do. Respektojmë përgjigje, nëse do. Karol të bëj vetëm pyetje. Po. Karol bëj vetëm pyetje, atëherë të bëj pyetjet, edhe të largohet. Arritëm kaq shpejt këtu. Do largohem. Pyetja ime është kjo. Pra pyetje. Ti e di çka ka ndodhur? Më ndërhyri, po i kthej përgjigje. Po ti bëre një pyetje dhe nuk e mora. Ne kishim një angazhim për të përgjigjur. Patjetër. Tani, Rezartë dashur.
Ti e di çka ka ndodhur në çdo vend tjetër të botës. Kur bie një parti e madhe,